Jemi rikthyer në She's on Air në Top Albania Radio 100FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Pamela. Po. Tani shumë shpejt nis Summer Party, siç e përmendëm dhe në pjesën e parë. Si ndihesh një herë? Shumë mirë. Është një emision që do energji, po dhe nëse nuk e ke, nuk e di, ka një magji që të vjen energjia. Gjen vetiu. Po, është sezoni i 4 faktikisht që un po e bëj Summer Party-n dhe ka qenë një gjë shumë e suksesshme, interesante, po dhe shumë dinamike, sepse është e lidhur direkt me njerëzit. Domethënë unë adhuroj punën në terren, kam bërë dhe studion, po si terreni unë personalisht nuk e di e gjej shumë veten, sepse është direkt me njerëzit, me vibe-in, me energjinë, edhe më kënaq edhe më zhvillon edhe mbi të gjitha dhe për njerëzit. Është një rubrik fix verore që ta shohin, të qeshin, të argëtojnë, por edhe mund të gjende dashurinë aty te programi, sepse shumë herë në party kur kam qenë prezente, kam bërë të mundur që t'i prezantoj. Kjo është shumë gjë e bukur. T'i prezantoj edhe herë janë filmuar, herë jo. Na thuaj ku do jesh. Do të lajmërojmë për çdo gjë. Po për publiku në fakt që besoj që është i pakës që nuk e njeh Summer Party patjetër. Si do na shpjegojë me pak fjalë, domethënë cili është koncepti i Summer Party? Si fillim Summer Party fillon transmetimin këtë të diel në 7 qershor tek e diel Top Channel, është transmetuar gjithmonë tek e diel. Ka në fokus verën, festat, flirtet edhe jetën e natës. Pra çfarë ndodh në jetën e natës në Shqipëri, si organizohet një mbrëmje për një person për shembull që s'ka qenë kurrë ose që jeton jashtë ose thjesht nuk e di fiks çfarë ndodh tek X lokal. Ne shkojmë dhe japim të gjithë atmosferën çfarë ndodh, klientela, koktejlet, gjërat interesante që ndodhin. Pra është shumë live si gjë. Po, sigurt kishin qenë aty. Po, sigurt kishin qenë aty sepse dhe vetë emisioni është shumë i shpejt dhe ti thjesht je në kontakt me njerëzit duke i pyet për çdo gjë që mund t'i pyesësh, domethënë. Na trego pak kur nis zyrtarisht transmetimi dhe çfarë do presim ne nga episodi i parë. Po, zyrtarisht nis në 7 qershor tek e diel Top Channel, tani këtë të diel dhe do jemi qershor korrik çdo të diel me Summer Party. Këtë sezon, këtë emision që ishte tani që u xhirua, që del të dielën, është një thashë them shumë interesant për një nga ish banorët e përputhen që e kapa diku mat aty edhe zbulova që është akoma i dashuruar me vajzën që mediatikisht janë ndar. Dhe ditën e diel. Një sekondë ma bëre si fjalë kryq. Ne njohim besoj. Ne njohim shumë mirë besoj. Ka qenë këtu. Duhet ke qenë. I këtij sezoni, po. Mos e parë që i ndritin me? Atëherë ideja është që nuk më dha informacione për flirte verore normale dhe unë i hodha i thash ti i dashuruar me ishin. Tha nuk ta them dot etj, pra mendoj që ishte i dashuruar, por dhe për vajzën do ngelet sekret ditën e diel, do ta shohë edhe vetë ajo. Vajzat e përputhen të futen. Tani ka një problem shumë të madh se kur flasim për ishin e indritit, unë mbaj mend që kemi kaluar një sezon të tërë në përputhen që flisnin për ishin që ka bërë. Jo. Jo ishin Okej. Po dhe nuk e do të nuk e kam konfirmuar. Është një djalë i cili është akoma i dashuruar me një vajzë, por është ekskluzive, kështu që del të dielën, gjitha goca që mendojnë që i do ndonjëri televizorin të diella. Interesante, dhe jemi të gjithë sy e vesh pra nga Summer Party. A ka pasur ndonjë situatë gazmore? Pafund. Është komplet gjë gazmore, po unë do ju tregoj një situatë jo dhe as gazmore, po aktuale, si më thënë. Mund ta fusim në notat e gazmores. Isha në jug, po xhiroja edhe ishte një çuna dhe 3 vajza në një tavolinë poker cene. Tani ky çuni kishte pirë pak kam përshtypjen sepse kur u afrova për xhiruar, ndoshta se kuptoi fare që kjo gjëja do transmetohej dhe filloi duke thënë që këtë gocën e kam për zemër, e kam për shpirt dhe filloi duke bërë ca deklarata për këtë gocën, edhe kjo vajzë nuk foli fare se ndoshta nuk ishte aq e pirë dhe kuptoi që kjo gjë është televizive. Edhe thashun, "No, sa bukur, sa të dashuruar", dhe më bëi qefi. Pastaj si duket vajza i ka thënë që shiko, është për
për transmetim, e ka informuar djalin edhe më tha mua, tha goca më fal, ta lutem, do ta presish atë që ndodhi. Shumë se, po jo dhe se puna është se unë tha, në fakt e kam të dashur, tha, po kam dhe një grup të shtëpia. Pse e prisja këtë përfundim? Të poshtër! Tash unë nuk do ta bëj. O të poshtër, unë do doja update nga kjo situatë. Tash normalisht duke qenë se unë se mos mendoj njerëzit që i nxjerr blof mund të dilni, transmetohet çdo gjë që është e lejueshme nga njerëzit. Dini me dashnore, s'ka problem. Ndodhi kjo si situatë, por edhe shumë herë domethënë nga Pamela. Do ju them pas. Ndodh shumë herë që thon në formë shakaje, domethënë që kam dal, nuk di gjënusja që kam dal, ose shumë herë vin çuna dhe më thon dëgjoj, unë jam i kërkuar. Mos më nxirr. I kërkuar nga kush, nga çfarë? Si? Të kërkoj shumë vajza në të njëjtën kohë. Ti nuk di ku do jesh. Ka thënë që isha atje por si e ka hallin. Jam i kërkuar. Po që ka shumë situata gaznore, fan të bukura, komplimente, flirte, domethënë. Është gjë shumë cute, mua më pëlqen, ja ka marr dorën tani, e bëj me shumë dashuri. Nëse në fakt nga projektet e tjera që ti ke ndërmarr në vitet e fundit. Është projekti më i bukur sepse unë e gjej shumë veten. Unë jam tip shumë fan i allegro, nuk jam tip me kornizë në atë ide në rrin studio thuaj diçka që duhet të limitohesh. Jo. Edhe nga që e kam gjetur veten dhe unë mendoj që do vazhdoj të bëj projekte të terren me njerëz se aty e kam si të themi maksimumin tim. Unë kam eksploruar dhe studion, po duke eksploruar njeriu e gjen pak a shumë vendet se ku është dhe unë jam më shumë te këto reality, te këto gjërat interesante. Jam kurioze unë, sepse duke qenë se e njoh shumë mirë gjithashtu punën në terren, për kaq pak kohë sa më është dhënë mundësia të punoj, e di shumë mirë që terreni sa i bukur është edhe shumë i vështirë se ka sfida nga më të ndryshme duke qenë se ti përballet gjithmonë me të papritura. A ke ti një moment që mund ta veçosh nga të gjithë sezonet që ti ke punuar deri tani që të ka dalë një e papritur nga e cila realisht e mban mend të thua do ta mbaj mend gjithmonë. Po, ka qenë një rast që po xhironim në jug edhe nuk po na punonte mikrofoni. Edhe ku kam më keq domethënë me çfarë do xhirosh, nëse nuk të punon mikrofoni. Edhe festa vazhdonte, unë nuk po xhiroja dot asgjë nga festa, një stres i tmerrshëm. Nëse deri më në fund rregulluam diçka me operatorin, diçka domethënë që mund të regjistroj, po nuk isha ajo bazikja. Edhe u bë emisioni për 10 minutat e fundit ku po mbaronte festa. Domethënë ishte kështu, në një zonë e pyetëm gjithë kapën pa, u bë një gjë shumë e shpejt, edhe isha shumë në stres, po do të isha i doli një nga emisionet më të bukura. Duhet të prita, isha shumë në stres, po nga që duhej për 10 minuta ti kapi gjitha lajmet, ti bëj gjitha gjërat dhe unë isha kështu, unë jam pak person që punoj under pressure. Unë çdo gjë e bëj kështu kur jam presion, nuk punoj dot të organizoj tani me vite para. Me rregull. Edhe nga që kisha vetëm 10 minuta dhe isha shumë under pressure, dashdu maksimumin dhe u bëj gjë shumë e bukur, shumë virale. Pamela që nga kjo situatë gjithmonë merr një mikrofon me vetë rezervë. Gjithmonë jam e shumë sigurt. Unë e konfirmoj. Na ndodh edhe neve kjo gjë. Ne lëvizim gjithmonë me 2 mikrofone me vetë. Dy mikrofonave. Ose kush ka mikrofonin? Në qoftë se do ta summer party do ta krahasoje me një emoji. Kush do ishte ai? Do ishin disa emoji, do ishte një 2.0 zjarr. Do ishte një zjarr për gjën e verës që ka gjithmonë zjarr aty ndodhin gjëra të ndryshme, edhe do ishte një e qeshur sepse ka shumë të qeshura. Është ai emoji duke kërcyer? Edhe duke kërcyer se e party. Edhe ai burri kështu, edhe ajo me fustanin ishte. Çfarë presim më nga party? Por që në Shqipëri në fakt është e bukur, po është edhe vështirë ta bësh emision të tillë sepse jo të gjithë kanë atë dëshirën për të dalë në ekran, kanë akoma frikë nga ekrani. Dhe unë bëj gjithmonë batuta them, do ta keni kujtim kur të flakeni. Rini 3 minuta, mua personalisht duket diçka shumë e këndshme dhe unë them po për një mini intervistë. S'më ke rastisur ndonjëherë? Të duash. Familja që nga përgjëruar durë kam përgjëruar. Ne që nga ke tonët, na i thuar paraprakisht ku do jesh që ta dim të ruaj. Jo, unë viu kava dy drejt. Madje kur po xhiroja kam xhiruar në shumë vende dhe dola një natë për shefin tim pa mikrofon pa gjë. Dhe gati një 3-4 persona të stafit.
të shmangur. Pamela, ku e ke mikrofonin? Jo, pse ka pa mikrofon? Se unë isha kjo goca që isha me mikrofon gjithë. Ka dalë për çfarë? Që ja prish atmosferën. Ta shijoj dhe unë jetën. Më vjen shumë keq që ja prish atmosferën, por të gjitha këto prapaskenat e Summer Party do t'i mësoni në pjesën tjetër dhe vazhdoni që ndroni me ne. Kalojmë një hapësirë publicitare.